Qenushi Spot. Përshëndetje fëmijë. Fëmijët takuan Spotin. Spoti, fëmijët. Spoti është pasardhës i familjes së 101 dalmatëve. Ndërsa rritej, ai dëshironte të bëhej detektiv. Me nuhatjen e tij që nuk gënjen kur, ai mund të zbulojë çdo gjë të fshehtë. Atij i pëlqen shumë të hap gropa dhe aty fsheh ëmbëlsirat e tij. E dini pse e bën këtë? Që ti haj kur e merr uria. I pëlqejnë shëtitjet e gjata në park? Aty ai mund të vrapojë lirë dhe të takojë shokë të luajnë tokë. Kur është i lumtur, tund bishtin dhe le gjithë gëzim. Ndonjëherë është i ngasët dhe bën gjitha të rëmuj. Por asnjëherë nuk e bën me qëllim. Ai thjesht nuk kontrollon dot gëzimin ose bishtin e tij. I pëlqen të jetë djali i pambindur dhe gjithashtu macet nuk i ka shumë qef. Pa shiko sa i këndshëm dhe i bukur është teksa fle. Të duam shumë, Spot. Kotelja Floka. Përshëndetje fëmijë. Kjo është mikesha ime Floka, si flokë bore. Emri i saj vjen nga fjala flokë bore, sepse siç mund ta shihni, ajo është e bardhë si dëbora. Floka është tepër lozonjare dhe si të gjitha maceve i pëlqen të vrapojë përreth duke ndjekur lëmsha prej leshi. Përveç se lozonjare, është edhe kotele kurioze. Dhe do ta gjeni gjithmonë pranë dritares, duke parë se çfarë ndodh jashtë. Ajo është tepër e fortë dhe elastike. Vrapon shpejt, ka këmbë të forta, thuajse si susta, dhe në këtë mënyrë gjitet dhe kërcen shumë lart. Lodhet aq shumë nga loja dhe të vrapuarit përreth, saqë kthehet në shtëpi që të mund të çlodhet. Floka është gjumashe. E dini ju sa kohë fle ajo? Ajo flet thuajse 12 orë në ditë. Para se të shkoj të flej, ajo bën banjë. A e shihni teksa lëpin gëzofin? Macet kështu e pastrojnë veten. Nuk bëjnë banjë si ne. Po këto e dëgjoni dot? Nuk është gërhitje. Ajo bën ashtu nga kënaqësia. Natën e mirë dhe paf ëndra të bukura Floka. Lepurushi Mafi. Hej fëmijë, më lejoni t'ju prezantoj me Mafin, lepurushin më të ëmbël, më të butë që keni parë ndonjëherë. A e dini cili është ushqimi i preferuar i Mafinit? Sigurisht që karotat. Dhe gostitjet e saj të preferuara janë luleshtrydhet dhe rushi. Mafinit i pëlqen të kërcej dhe kur të rritet, dëshiron të bëhet balerin.
Ajo kërcen çdo ditë gjatë gjithë ditës. Dhe kur ajo është e lumtur, kërcen lart e poshtë. Majtas dhe djathtas. Ta e dini se çfarë ajo nuk mund të duroj? Pa rregullsinë. Dhoma e saj është gjithmonë në rregull dhe gjërat e saj të mirë organizuara. Natën, ajo shkon në shtrat me harushin e saj të preferuar dhe ato lexojnë një histori së bashku. Qumin e ëmbël, Muffin, natën e mirë.